Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, këta persona nuk duhet të pinë kafe turke. Ja pse? Tashmë e dim që kafja ka vlera të pazëvendësueshme shëndetësore. Në videot tona të mëparshme ne kemi paraqitur efektet e saj në shëndetin e organizmit në tërësi dhe në parandalimin e sëmundjeve të trashëgueshme. Kafja ka mira përfitime minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit ton. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpitë tona, kafja turke është një nga shoqëruesit e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje, duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zëvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. E keni menduar ndonjëherë në qoftë se ju merrni të njëjtat vlera si kur pini kafe ekspres, ashtu si edhe kur pini kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Ndryshimet mes kafes turke dhe asaj ekspres është se kafja turke është ajo e cila ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes. Pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zgjerrja e tyre me ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja në makinetat e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve të cilat ndodhen pikërisht tek kafja, kafestoli dhe kaoliani, dy minerale yndyrore të cilat gjenden edhe tek bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa edhe antioksidantët. Kush nuk duhet që të konsumojë kafe turke? Për njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë apo ata të cilët kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet e fundit kanë vërtetuar se këto dy substanca tek persona të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%, duke qenë se kafja turke tek këta persona përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 5.4 të kaolianit, ndërkohë që kafja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një dhënë e dobishme pasi tregon se njerëzit të cilët vuajnë nga këto probleme, kafja turke duhet anashkaluar dhe duhet që të konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë këto probleme, kafja turke nuk përbën as edhe një rrezik. Mos na keq kuptoni, ne duam kafen dhe e dim që është provuar shkencërisht se kafja të zgjat jetën. Studime të ndryshme kanë treguar gjithashtu se kjo pije nuk shërben vetëm për t'u zgjuar nga gjumi, por edhe ul rrezikun për të prekur nga sëmundjet, demenca, sëmundjet e zemrës, përshpejton metabolizmin e të tjerë. Por të njëjtat studime sugjerojnë se ju duhet që të shmangni kafen ose të paktën ta kufizoni në raste të caktuara për të shmangur efektet anësore, duke filluar nga ankthi dhe deri tek rreziku për zhvillimin e sëmundjeve të KQI-a. Ja rastet kur ju nuk duhet që të pini kafe, nëse është shumë e nxehtë. Konsumimi i pijeve shumë të nxehta si kafja apo çaj, mendohet se temperatura e tyre mundet që të shkaktojë probleme të rënda shëndetësore. Gjithashtu, tregoni të durueshëm, mos e pini asnjëherë kafen sapo ajo të hiqet nga zjarri, por lëreni që të ftohet pak. Ju zë ankthi. Nëse ndiheni pak si në ankth sa po pini kafe, ju duhet që të fajsoni këtë të fundit.
Kafeina gjithashtu ka një efekt stimulues në sistemin tonë nervor, që gjithashtu shkakton lëshimin e hormonit kortizol të stresit. Nga ana tjetër, në këtë rast e përkeqëson edhe më shumë ankthin dhe problemet me gjumin tek personat të cilët vuajnë nga depresioni. Për të minimizuar influencën e kafeinës, ju duhet të përpiqeni që të mos e teproni me kafen dhe të mos pini kafe 6 orë përpara gjumit. Kur je duke ngordhur për gjumë, kafja mund të duket një zgjidhje shumë e mirë në qoftë se dëshiron që ta gdhish mëngjesin, në rast të kundërt jo. Përpiquni që ju të mos pini kafe para se të flini, pasi është e sigurt se nuk do t'ju zërë gjumi. Nëse nuk do të flini të paktën 7 orë në natë, atëherë këtu do të fillojnë dhe do të shfaqen probleme në shëndet. Mos pini kafe që pak dhirë. Konsumimi i kafes që pak dhirë nuk do t'ju shtojë as pak nivelet e energjisë, sepse në orët e para të zgjimit, nivelet e kortizolit të stresit janë në kulmin e tyre dhe ju japin një rritje normale të energjisë. Prandaj, shumë ekspert bien dakord që kafen e parë të mëngjesit ju duhet që ta pini rreth orës 10 deri në orën 12 kur nivelet e kortizolit kanë filluar dhe të bien. Individët të cilët e kanë të vështirë që të mbajnë nën kontroll gjendjes si për shembull tensioni i lartë i gjakut, diabeti, refluksi gastroezofageal, duhet gjithashtu që të kenë kujdes me sasinë e kafes që ata pinë. Këto janë shenjat që paralajmërojnë se ju po e teproni me konsumin e kafes. Ju mund të keni probleme me stomakun. Kafja në të vërtet ka një efekt laksativ, lëshon një hormon që e bën stomakun tuaj të shpejtoj aktivitetin në zorën e trash. Pirja e tepërt e kafes mundet që të çojë në një jashtëqitje të lirshme dhe madje edhe në diare. Përveç kësaj, kafeja promovon zbaticën gastroezofageale. Nëse ju keni ndonjë problem me stomakun tuaj, atëherë është më mirë që ju të zvogëloni konsumin e saj. Mund të ndiheni të lodhur të nesërmen pasi ju të keni pirë kafe. Kafeja stimulon sistemin tuaj nervor për shkak të përmbajtjes së kafeinës dhe gjithashtu përmirëson edhe performancën tuaj fizike me 11 deri në 12%. Por ka një anë të keqe. Adenozina, një element kimik i cili gjendet në kafe, së pari rritet dhe më pas bie. Disa studime vënë re se pasi ju të keni pirë shumë, ju mundet që të ndiheni të lodhur dhe mund të bini në gjumë. Mundet të keni ankth. Në qoftë se ju konsumoni doza të mëdha të kafeinës çdo ditë, kjo mund të çojë në ankth dhe nervozizëm. Kafeja është një shkas për çlirimin e adrenalinës, e cila mundet të ndikojë në sjelljen tuaj. Në qoftë se ju vëreni se jeni bërë shumë nervoz, atëherë është një ide e mirë të përpiqeni të kontrolloni konsumin e kafes. Keni filluar që të përjetoni pa gjumësi. Kafeja ju bën të qëndroni zgjuar, por në të njëjtën kohë ajo mundet të ndikojë në gjumin tuaj. Studiuesit kanë treguar se një konsum i lartë i kafes mundet që të rrisë sasinë e kohës që ju duhet për të fjetur. Ju fjalë për fjalë flini më pak dhe ndiheni më të lodhur gjatë ditës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!